Ornela që vjen dhe ndodh personit vet, ndodh një familjarit të afërt, ndodh shumë më keq se sa, sepse... Po pastori tha që jo të gjithë duhet ta përjetoj, një sekond, atëre, kjo karma është e padrejtë, se ti e bën e përjeton një familjar jot. Çfarë ka familjar jot? Ku të zezën e ke bërë ti? Po duhet mendosh edhe ti kur sillesh keq kur bën. Deri në 3 breza. Deri në 3 breza? Deri në 3 breza. Të çeka e pamërshishme karmën. Shiko, prandaj thash që deri në 3 breza. Deri në 3 breza. Domethënë, tani po mendon tani ti thua kush është ky brezi tretë që ka bërë keq dhe që po ndjek mua. Edhe kjo është. Një sekond, një sekond. Thot çka ka bërë gjyshi? Atë tani do të shajë ato. Atë gjyshin ku ta kesh me i sepse karma është fuqia e mëkatit. Që e ndjek. Albano. Shiko, kjo është tani. Më falni, nëse duam ta shpikim një fjalë ndryshe, e shpikim ndryshe. Pastor, vetëm ta dëgjojmë një sekondë Albano tani se ka mendim kundër. Nuk e di se ka të lexuar, ka dhe studiuar. Unë e kam studiuar këtë punë, nuk është se e kam lexuar thjesht kështu për kuriozitet. Unë e kam studiuar, unë jam pastor. Ashtu, po jo, ti studion teologjinë, Nëna teologjike. Albano është e filozofia, po. Është filozofia më burr. Ju i morr nga filozofia i bë teologjike. S'ka lind teologjia para, ka lind filozofia. Po, okej, tani, debat tjetër. Vazhdojmë për karmën. Karma. Tani, mos e demonizoni këtë karmën. Jo, pastori e demonizoj. Ata që thonë karma është e përdal, po e përthej në shqip. Karma është e përdal. Me thënë që të kthe. Unë kam thënë që as mos e përdorni as si fjalë, se është... Ashtu, ha? Po. Më thua ti mua. I them gjithmonë, mos. Lëre. I them unë se i di unë të punë. Shiko mua tash. Në qoftë se dhe ajo vajza që parë të mburrit tha je inteligent, je Po, e defekti i vetëm, po. Krenaria, po. Këto gjëra dhe kush të një dhe kush të një nga afër dhe kush të një nga ekrani, të shikojnë si një njerëz që mendon pozitivisht. Po, është e vërtetë, e kam për defekt, po. Jo më kot karma nis nga mendimi. Pra, nëse ti mendon pozitivisht, normalisht që dhe qëllimet i ke pozitive dhe aksionet... Unë i dua të gjithë të mirë njerëzve, po, kjo është e vërtetë. Në qoftë se ti mendon negativisht, se ti mund të kërkosh ndihmë dhe e kërkon vërtet... Më ka ndodhur, kur kam kërkuar ndihmë negative më ka ardhur dhe kam frikë ta kërkoj. Po. Po kërko mua ç'ke? Jo. Pozitive. Kur kam dash, jo se unë tani kam heq dorë dhe na të kërkuarit të bëj keq, se po ne e dim sepse është ajo që thot pastori është e vërtetë. Kur ti e kërkon karmën, karma mund ta plotësoj dëshirën, po do paguash dhe faturën time. Tënde, po pra se edhe ti do bësh keq. Më mirë jo, lërja Zotit në dorë. Pastori do të thoshte vetëm kaq. Lërja Zotit në dorë. Ja ku e ke. Karmës një.